të dashur gostivaras, Zoti Ameti, Zoti Taravari, Valbon, Valdet, një përshëndetje edhe për kryetarët e shtateve Neçkë dhe Isak që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, Salibe Oshgeldenës, Gostivara dhe gjithë mysafirët e dashur që keni ardhur. Derisa prisnim të nisën tubimi, e ndëgjova me vëmendje edhe një herë këtë himnin ton të përbashkët të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim Bashk, dhe kishte një varg, një fjali, vendi im amanet që nuk falet. Preteksti Gostivari është amanet që nuk falet. Por kur flasim për vendin tim, mua më automatizëm më kujtua një varg të një poezie të Dritor Reagollit, poetit të madh shqiptar, i cili me një rast thot: në vendin tim, në vendin tënd, një i marr një vend e çmend. Çka dëshiroj të them? Domethënë, duke dëgjuar një perl të kundër kandidatit të Valbonit, i cili me një rast e dini se tha kështu: Gostivarasit më 11 janar do të votojnë Valbon Limanin, tha, po kur të numërohen votat do del emri në Nevzat Betës. Gostivaras të dashur, a nuk është kjo çmenduri? Domethënë, shihni, kë dëshiron ti ta kanosish, kë dëshiron ta friksosh. Unë them, nuk është stili im, por për tu të shfrytëzoj rastin. Nuk ka birë nane që mund t'i friksoj Gostivarasit. Nuk ka birë nane që mund t'a përmbyll, që t'a stopon vullnetin e Gostivarasve. Nuk ka aparatur shtetërore që t'a ndalë vullnetin, entuziazmin dhe vendosmërin e Gostivarasve. Gostivarasit do të votojnë numër 3 ditën e diel, do të japin mesazh të fuqishëm gjithve se me Gostivarin nuk ka tallje, nuk mund të tallesh ti me Gostivarin dhe me koalicionin Aki. Një mesazh tjetër gjithë njerëzve të ndershëm, njerëzve të dinjitetshëm, njerëzve krenar, të cilët ende nuk janë rreshtuar këtu me ne, të cilët ende kanë dilema po hezitojnë, unë them, hajdeni me ne, hajdeni me njerëzit krenar, hajdeni me njerëzit e dinjitetshëm, hajdeni me ato që e duan Gostivarin, për cilët Gostivari është i shenjtë, që gjithë së bashku të japim atë mesazh të fuqishëm aparaturës shtetërore duke votuar numrin 3. Po ashtu një mesazh edhe atyre që janë në palën tjetër. Të dashur qytetarë të Gostivarit, nëse ke hypur në tren, nuk do me thënë të vazhdosh rrugën vetëm për faktin që e ke biletën. Pra nëse je në rrugë të gabuar, zbrit sa më shpejt, sa më tepër gjatë udhëtimi, aq më keq do zhytesh një rrugë të gabuar, dhe normalisht do rrugë të ofrojnë komoditet, po hajdeni, zgjidhni dinjitetin dhe hajdeni gjithë së bashku të votojmë numrin 3 dhe përsëri gjithë së bashku të japim mesazh të gjithëve se me Gostivarin nuk ka tallje, mos lejojmë diçka të tillë. Për fund, Valbon, vëlla, i thash edhe i senin mbram, pra edhe në Gostivar Valbon është kry puna ka mbaru. Ka mbaru, po ti vazhdo të qëndrosh krye lart, ditën e diel do fitosh dhe së bashku me Valdetin të presin punë të mëdha e Valbon. Po një diçka të dish, sa do qoftë të mundosh të diktosh opinionin tënd te disa, shpesher disa njerëz dhe vazhdojnë me bindje të tjera. Po ti vazhdo të punosh me nder dhe të bësh punë të mira ashtu siç ke bë deri më tash. Valbon, çdo herë do të ketë njerëz të cilët nuk do të pëlqen diçka. Disave nuk i pëlqen për shembull fytyra jote, disave flokët. Do njerëz nuk e pëlqejnë tingullin e zërit tënd për shembull. Disa ndoshta nuk i besojnë edhe fjalëve, nuk i besojnë edhe premtimeve. Po ti vazhdo të jesh kryetar, bën punë të ndershme, siç ke vënë tash, bën punë të mira dhe kur të flesh natën, ta dish se ditën e sotme ke bën më të mirën e mundshme për Gostivarin, për Gostivarit dhe për shqiptarën përgjithësi. Pik dhe qëtër për asgjë mos ke gajle. Faleminderit gjithëve, suksese dhe na prift e mbara.